Qeveria shqiptare ka hedhur për konsultim publik hartimin për herë të parë të ligjit që ligjeron lobimin. Drafti për lobimin ka në fokus ndërveprimin midis palëve të interesuara si bizneset, organizatat e shoqërisë civile apo grupet e ekspertëve nga njëra anë dhe vendimarrësve publik nga ana tjetër, duke garantuar që proceset të politikbërjes të jenë transparente dhe të gjurmueshme. Sipas projektligjit të publikuar, autoriteti përgjegjës për hartimin e regjistrit publik të lobistëve do të jetë komisioneri për të drejtën e informimit, ndërkohë që përcaktohet edhe fusha e veprimit. Neni 3 i projektligjit. Ky ligj zbatohet për përfshirjen në veprimtari lobimit të antarëve të kuvendit gjatë ushtrimit të funksionit të tyre ligjvënës, antarëve të Këshillit Ministrave dhe funksionarëve politik pranë tyre, nënpunësve të administratës publike që ushtrojnë funksione venimarrëse, funksionarëve të zgjedhur dhe të emëruar në nivel vendor, si dhe punonjësve të njësive të veçeverisë vendore që ushtrojnë funksione venimarrëse. Drafti ka parashikuar edhe persona që përjashtohen nga e drejta e lobimit për një periudhë të përcaktuar, personat e dënuar për pjesëmarrje në krim të organizuar, për korrupsion, mashtrim apo trafik, ndalohen për 5 vite që të regjistrohen si lobist. Neni 7. Ky ndalim bëhet për veprat penale të mposhtme, pjesëmarrje në grup të strukturuar kriminal, organizat kriminale, banda armatosur, organizat terroriste, sipas përcaktimeve të legjislacionit në fuqi, korrupsion sipas përcaktimeve të legjislacionit në fuqi, mashtrim sipas përcaktimeve të legjislacionit në fuqi, pastrim parash ose financim të terrorizmit sipas përcaktimeve të legjislacionit në fuqi, vepra me qëllime terroriste ose vepra penale të lidhura me veprimtarinë terroriste sipas përcaktimeve të legjislacionit në fuqi. Projektligji sipas variantit të qeverisë parashikon edhe detyrimin ndaj lobistëve që të deklarojnë qëllimin e lobimit dhe subjektin për llogari të cilit vepron në çdo kontakt me zyrtar publik, të mos përdor format e ndikimit të palishëm ose korruptive, përfshirë dhuratat, favoret, premtimet apo shpërblimet të ndaluara. Projektligji vendos mekanizma të detyrueshëm për deklarimin e kontakteve të lobimit, përfshirë raportimin nga vetë zyrtarët publik që zhvillojnë takime apo komunikime me lobist, si dhe kufizime për ish zyrtarët e lartë publik në lidhje me ushtrimin e veprimtarisë së lobimit.